po t'isha ministër tash unë do kisha luftuar me parlamentin që do ta ulni akoma, jo 12, po t'jetë 9 javë e gjatë. Sepse 12 javë është formuar fetusi, ka formën e embrionit, dhe kur i vë pizzën që heq, është fatkeqësi. Është tmerr të heqësh një pse gruaja ka qef ta heqë. Çdo ditë në spital e kishin 10, 12, 13, 15 gra që ishin barën vetëm se kishin ngelur pa dashje. Dhe në të gjitha këto, marrëdhëniet burr-grua ishin 0. Burri e kishte gruan si lavatrice, fuste rrobët, dhe po t'i bënte me një fjalë kishte fishek lavatrice nga dritarja, do t'i bindë se po thashë grua, të lutem sot kam pak dhimbje koke, nuk bëjmë dot seks, ku po e thu? Kështu që në këto kushte ajo vite dhe hite barë. Dhe fuste vegla, bët edhe drogë për qetësuar dhimbjen, edhe hemorragjit dhe infeksionet